Mashallah. Një simpatike. Pse bleta çdo herë kur e hapim na sulmon në fytyrë? Kjo pjesë shifet se përhajr kostumet e reja. Falënderoj. Çka ndodh me kosherën në muajin qershor? Duhet të tregoj pse sulmojmë fytyrë. E kisha dhënë një informacion shtesë Halil këtu. Ju themi se koloniat e forta. Përshëndetje të nderuar miq të kanalit tonë Bletaria Shqip. Ne ashtu siç e kemi filluar të realizojmë episodet muaj për muaj për kalendarin e bletarit, sot ka radhën muaji qershor për ta realizuar këtë episod dhe ne me pajtimin shkurtimisht do t'i cekim pikat se çka kanë të bëjnë domethënë punët të cilët duhet t'i krijë një bletar në këtë muaj. Pajtim e dim se muaji qershor është një ndër muajt më të begat, i cili ka shumë pruarje dhe zhvillim tek kolonitë e bletës, atëherë cilët janë disa pika shkurtimisht që duhet t'i cekim ne për të mirën e shikuesve tanë. Po e vërtet është Halil se kjo që thave se muaji qershor dhe muaji man janë shpresa me e gjithë bletarëve. Sepse këto dy muaj janë muaj frytdhënës, në të cilët priten shumë mjaltë. Po para se me hi detale, përhajr kostumet e reja. Falënderoj. Inshallah janë të bereqetshme, na japin sukses. Inshallah. Me lejen e Zotit. Halil, para se me fillu me spjegu, kisha dasht nga zemra ti falenderojmë 8000 djegësit tanë shumë të dashur dhe shumë të sinqert, të cilët vazhdimisht po na japin përkrahje, po kemi komente shumë bukura, po ashtu vazhdimisht kemi mesazhe private. Ajo më shumë ti që na ban të gëzojmë është fakti kur kanali jon është bën shkak që dikush ka filluar të mirët me bletari. Sepse çdo herë ka menduar se bleta është diçka që nuk mund të bëhet ose nuk mund siç ja filloi. Diçka e absurde. E pakapshme. Po. Po ashtu një falënderim edhe nga unë, nga zemra për gjithë ata ndjekësit që na ndjekin dhe na japin motiv neve për të vazhduar. Padyshim që pa ndjekësit tanë ne nuk do të kishim ekzistuar. Ç'është? Që fillojmë. Disa tjetër që kisha dashur ta ceki se ky projekt kalendari i bletarit i referohet bletarëve fillestar dhe ne japim informacione bazike pa hy në detale, sepse po tim në detale por çdo muaj atëherë duhet epizodi gjashor. Ndoshta normal nuk mjaftojnë. Pse? Se çdo herë ka diçka për të folë muajin dhe gjendjen e kolonisë që i ndodh një bletarit, muajin qershor. Kështu që ne për çdo epizod kemi vendosur që t'i cekim, domethënë senet bazike. Pastaj bletarit i ngelet të lexoje, të ulëmtoje dhe të vazhdoje tutje. Konsultohet me bletarët më të vjetër që janë sigurisht. Normal, është domethënë puna jonë është informacionet bazike e juaja pastaj ngelet për hulumtim. Ashtu, pse? Halil, unë si bletar fillestar të kisha pyet çka ndodh me kosherën në muajin qershor. Me kosherën në muajin qershor është një thamë edhe më herët, domethënë është një muaj i cili ka shumë pruarje, bën zhvillimin domethënë enorm, e arrit zhvillimin enorm gjatë kësaj periudhe. Kulmi i zhvillimit të kolonisë. Kulmi i zhvillimit domethënë në këtë muaj është, pastaj normal që ka edhe instinkt të rojitjes, normal gjitha kolonitë që janë më të forta, ata shkojnë edhe në instinktin e rojitjes ose luzmë, siç e thojnë në pjesën e Shqipërisë. Neve shohim normal që në këtë muaj duhet kemi parasysh edhe zhvillimin, forcimin e kolonisë dhe sa domethënë ka zhvillim të çibukëve të ri që ne të intervenojmë domethënë si është më herët. Shumë saktë. Për të bërë ndarje ose për të prish çibukë dhe për të vazhduar me prodhim të mjaltit. Shumë saktë, domethënë muaji qershor njihet si muaj i vrrullshëm i kolonive për shkak nektarit të madh që vjen. Thuhet se kolonia në këtë fazë ban deri në 3000 vezë në ditë, që do të thotë se është jashtëzakonisht shumë dhe kolonia kërkon hapësirë dhe si rezultat i kësaj shpesh herë dhe koloniat na shkojnë në instinkt rojitje. Por ata që e sheh për herë të parë këtë epizod, rojitje do të thotë ndarje e kolonisë. Kur brenda në koshere nuk ka vend, mbretëresha e vjetër merr një pjesë të ushtrisë që është 30 deri në 50%
dhe largohet nga kosherja. E kisha dhënë një informacion shtesë Alil këtu, që na ka ardhur shumë shpesh në pyetje, karoit bleta, momentin që e ka kapë, ka fut në koshere, s'ka vezë një javë. Mbretëresha është aty. Çka ka ndodhur? Ajo që ka më interesant se nuk e ka mbretëreshën me ngjyrë, kurse e di se ka dalë mbretëresha me ngjyrë. Ju themi se koloniat e forta mund të rrohisin më shumë se 2 herë, sepse ka shumë çibuk, nuk e ke kontrollu, nuk ja ke prish, në momentin që ka lind shumë mbretëresha, zakonisht mbretëreshat kur lindin shumë shkojmë në skanje te pjesa mashkullore, aty ruhen, mshehen derisa të fillojë lufta, ose siç thash më herët, ndodh edhe një rrojitje, ndoshta edhe një rrojitje tjetër. Kështu që mos u habitni. Kjo ishte një informacion shtesë për bletarët fillestar, po ato edhe që nuk e din. Domethënë ajo çka ndodh është rrojitja, muajin qershor, duhet prishën çibukt, nëse nuk dojmë ndarje. Nëse dojmë ndarje, mund të bëjmë duke bënë një ndarje me çibuk ose ndarje duke largu mbretëreshën. Nëse bëjmë ndarje duke largu mbretëreshën, duhet kontrollohen çdo kornizë detaj, të lihen vetëm 3 çibuk më të mirë. Nëse i lëmë gjithë çibukt, mund të ndodhe ajo që thash, kolonia trojise 2 herë. Dhe zvoglohet dhe nuk kemi gjasa për mjalt. Diçka tjetër që mund të bëjmë, domethënë në këtë muaj është edhe prodhimi i mbretëreshave. Ato të cilët kanë qëllim të prodhojnë, është muaj ideal sepse dalin shumë mbretëresha cilësore. Po ashtu edhe qumshti, prodhimi i qumshtit. Vjelja e mjaltit, normal. Vjelja e mjaltit kuptohet tek ata të cilët terrenet të cilët e ka mbyll, vetëm se domethënë kolonizën 100%. E ka vulos. E ka vulos. Këto janë disa pika shkurtimisht, ne pa humbur kohë, po them do të fillojmë edhe në mënyrë praktike që ta demonstrojmë se çka është gjendja e një kolonie në këtë muaj, në këtë periudhë të vitit. Edhe një sende kështu Alin një pyetje, po ta bëj ti, unë e di se e di përgjigjen, po pse bleta çdo herë kur e hapim na sulmon në fytyrë? Këta përgjigje ti më mirë. Do ta lëmë këtë përgjigje për në fund, pasi ta kontrollojmë këtë koloninë dhe të shohim se janë gjendja e një kolonie normale, e cila nuk ka shkuar asnjëherë në instinkt rrojitje, për arsye se ka qenë koloni më adopt se qerat, dhe kemi bërë intervenime të duara dhe ka shku perfekt. Kështu që vazhdojmë të një kontroll, pastaj kthehemi edhe një përfundim. Ashtu siç tham, se muaji qershor është muaji i prurjeve të mëdha, do ta shohim këtë koloni se si është gjendja dhe ku ka arrit me prurje. Edhe pse, domethënë siç e kemi vënë kontroll para një jave, prurjet janë dalë dukshëm dhe bletat kanë stagnuar. Po sidoqoftë për nder të shikuesve ne do ta shohim se si ka rrjedh koha këtë dita. Nga lart, siç e dini, mund ta shohim prurjet kur kolonitë janë të zbardhura. Janë të zbardhura, ja kjo fund. Vazhdojmë kornizën e parë të heqmit të katit dytë. Kornizën e parë të katit dytë. Kemi një volosje deri dikon. Po ashtu ana tjetër është gjithë me mjalt. Ja. Kornizën e dytë ta shohni si është. Edhe korniza e dytë është me mjalt. Edhe ana tjetër kështu. Nuk kemi përdor diafragmë. Një prej pyetjeve që na ka ardhur shumë shpesh në kanal, pse kur si të vendoset diafragma, kur të vendoset, pse ta vendosim. Nuk kemi vendosur diafragmë për arsye se ka pas prurje të mëdha dhe kolonia e ka rregulluar vetë mjaltin. Edhe ana tjetër njëjtësh. Si thash se kanë ngec pa e volos. Shifët se thuhet se gjithë kornizat kanë ngec të pa volosura, edhe pse në koloni tjera kemi edhe kornizat që janë të volosura tërësisht, po ato i kemi nxjerr. I kemi nxjerr dhe i kemi shit, ju them drejtën, se kena pas kërkesa. Po ende ka kohë, nuk ka shpresë për volosje të kornizave. Edhe pse për momentin e kemi një pauzë. Kjo kornizë është kornizë e re, e cila vendos para një jave.
kornizë e re, në vend të saj ka qenë një kornizë me pjellje të hapur dhe kemi dhënë një koloni tjetër. Para ta kjo korniza shihet se kornizë e vitit 2025 dhe bletët e kanë mush me mjalt. Përveç që e kanë punuar, po kanë filluar të hedhin mjalt. Shohim edhe kornizën tjetër. Korniza tjetër është mashallah. Ja. Edhe ana tjetër është me mjalt dhe polen. Perfekt. Edhe korniza tjetër është në mënyrë perfekte. Dikon 50% e kornizës është e vulosur, nga ana tjetër është i bllokuar me polen. Shpeshherë edhe koloniat në muajin qershor dhe bllokohen. Nga prurjet e mëdha, pjella dhe poleni edhe bllokohen dhe kuptohet që shkojnë në instinkt rojitje. Për ta ndalë rojitjen, treguam edhe më herët, zgjerim i parakohshëm dhe intervenim më i shpesh tek koloniat. Edhe kjo është perfekt. Shifeni se si pa vendos diafragm, kolonia vetë e ka rregulluar mjaltin. Tash do ta shohim edhe katin e parë shkurtimisht. Edhe kjo Halil duket se me mjalt. Ja. Shef. Ashtë. Korniza e qoshmit. Edhe korniza e qoshmit është me mjalt, edhe ona tjetër njëjtë. Bëjmë vendosjen në vendin e tyre. Besojmë që tash vletarët e tjerë kanë mësuar këtë teknikë. Gjitha kornizat për një herë. E kthejmë kornizën e parë në vendin e saj. E mbyllim katin e dytë. Nuk ka nevojë kontrollohet kati i parë në këtë rast, por për nder të shikuesve ne do ta kontrollojmë, se po të kishte qenë kontrolli jonë, nuk e kishim pa fare. Pse? Për arsye se 100% nuk kemi çibuk. Kjo se rezultati i ndaljes së nektarit. Halil pesha e ronë edhe une nuk po më isha me ngrenë. Liroj e ti, unë e ngrej. Nalë. Ja dhe kati i parë. Korniza e skajt, mjalt, meshkuj, shumë meshkuj. Të ushqimi, s'kajnë të tërpun këtë vështëm ushqim. Korniza e radhës, korniza e 9 apo e 2 si do një llogaritni, edhe shifet një pjellë jo e rregullt të mbretreshës. Halil, shifet se si e ka pjellën me kjo mbretresh. Tash nuk e dim, a kanë qenë qilizët e zanta me polen, apo kështu e ka që rregullu me pjelljen. Nëse vazhdon kështu, këtë mbretresh duhet ta ndroj. Ja, kompleta shumë me pjesë vezë ditore. Edhe ana tjetër është me vezë të reja. E pa se s'patëm diafragm dhe në mënyrë perfekte kolonia e ka rregulluar mjaltin në katin e dytë. Ku në mes ka pas vetëm një kornizë me pjellje. Ja dhe kjo.
Është cep më cep me pjellje ditore. Pjellje të re ditore, ja? Po, pjellje të reja. Po është në larva ka pak kafe kështu. Mirë, është perfekt. Një ngjajshëm është edhe ana tjetër. Pjellje mashkullore, femrore, polen, larva. Këtë mbretëresh, definitivisht Halil do të ndroj. Shifi. Dhe më thonë, ka një pjellje të rregullt. Këtu, pastaj. Por kjo nuk do të thotë që 100% mbretëresha nuk ka cilësore, sepse siç thashë më herët, shpeshherë kolonia hedh prurje kur ka shumë aty ku mundet, vendos nga të munde polen, mjalt. Dhe shife tash. Ja, shife në këtë rast. Këtu kemi domethënë polen. Janë qeliat bllokume. Qeliat e lira ku i ka pas mbretëresha, i ka bën me vezë. Pastaj këto lindin, kur të lirohet nga poleni, mbretëresha bën vezë dhe ne mendojmë se është një pjellje e rregulluar. Por atë që kështu do të shohim edhe pas kësaj gjenerate si do të jetë pjellja, kur pak fillon edhe lirohet hapësira në koloni. Ja. Polen, pjellje, koror mjalti. Ja, shife këtu? Ja. Kjo pjesë shifet se i ka pas qeliat e lira dhe mbretëresha e ka vendos. Prandaj nuk duhet dëgute me pajtim kur thojmë definitivisht duhet me ndrru këtë mbretëresh. Para thash. Shohim dal nga dal. Edhe këto qeliet këto që janë pa vezë janë me mjalt. Nëse mundesh me fokusu shifin, kanë pika mjalti. Jo që mbretëresha i kalon pa vezë. Kanë pika mjalti kanë. Se po kish qenë mbretëreshë cilësore, nuk do të kishim pasur atë rezultat. Normal. Deponimin e mjaltit në katin e ditë ka pas nevojë për diafragmë. Kjo do të thotë që është një nga mbretëreshat mjaft menaxhere e mirë. Ja dhe rasti një, dhe më po përsëritet. Qelia të bllokume me... Ja, qelia të bllokume me polen, edhe mjalt, dhe pjellë. Mbretëresha nuk në rënësi dhe pse mbretëresha... Ja, mbretëresha. Mashallah. Mashallah. Një simpatike. Është mbretëresha e vitit 2024. E vogël. Po shumë punëtore. Po shumë punëtore. Halil, deshta ta ceki në këtë rast kemi këtu një kornizë komplet të deformuar. E shef? Shumë pjellë mashkullore. Kjo kornizë definitivisht duhet largohet, sepse kjo na jep vetëm pjellë mashkullore. Shohim se është korniza e skajit. Po na shkrim mbretëresha. Domethënë nga ngulfaqja vetëm pse ka filluar edhe në kornizat e skajit të lëviz mbretëresha. Po. Shkak se s'ka pas hapësirë për shlu larva. Kurse kjo korniza tjetër është komplet me polen. E bllokuar. Edhe nga ana tjetër njësoj. Ja. Polen. E vendosi këto. Halil, në këtë rast më që është pjellë mashkullore këtu. Po mbretëreshën e kia ti? Nuk ka lidhje. Nuk e di ku na shkoj për momentin. Është më shef dikona për skaj, ja ku është në skaj. Këto e kemi në skaj. Është fut këto ndërhije, nuk e do dillin, drita nuk e do mbretëresha. Ja. Nuk ka nevojë shumë me ullov. E vendosim në skaj.
Nuk prish punë, nuk bën gjë rregullim, thjesht lind pjella bashkollore femrore që janë shtati dhe bletët fillojnë ta hedhin mjaltin e dimrimit. Dhe pastaj në atë kornizë mund ta marrim edhe ta largojmë. Kornizën me mjalt në skaj. Dikush mund të thotë, po a keni thonë se mjalt po lën pjell, mjalt po lën pjell. Po është e vërtet, por në këtë rast që jemi muaj qershor, koha temperaturat domethënë të larta dhe ka nektar, nuk ka lidhje pse kemi vendosur një pjellë këtu në skaj, nuk prish punë fare. Ajo vlen më shumë për kohën e dimrit, për garditje për dimrim. E vendosim depon me mjalt dhe shpresojmë që deri nga data 10 korrek ose 15 korrek të evulosin atë pjesë që ka mbet. Shpresojmë të vini nektar prapë. Tash kemi rrjedhja më të vogla, kurse rrjedhja e madhe e hofshme u ndal. Rrojtje mund nuk kemi sepse data jemi data 22 qershor. Rrojtjet mund të jenë të rralla. Kështu që me kaq që mbyllim këtë koloni. Pra, pajtim, kjo ishte domethënë edhe pjesa praktike, ku neve në pika të shkurta mund ta elaborojmë gjithë procesin e cili ndodhi brenda peshërës. Ne aty pam se jo çdo herë kur mbretëresha nuk e ka pjellën në rregull, nuk ka mbretëreshë cilësore. Nuk do të thotë kjo. Jo, do thotë duhet presim, domethënë duhet të pritet muaj tjetër ose një periudhë tjetër për ta vërtetuar se sa është cilësore mbretëresha. Kështu që edhe për bletarët fillestar asnjëherë mos gjikoni mbas asaj që shihni në këtë muaj se pjellën nuk e ka në rregull. Nga se në këtë periudhë kohore ju e pati edhe vetë se sa janë prurje të mëdha, janë gjitha qelitë e mbuluara me mjalt dhe polen, normal që mbretëresha dëshiron dhe kërkon hapësirë për të hudhur vezët, larvat e veta, kështu që aty ku ka gjetë hapësirë aty domethënë lëshon vezë. Jo, do të thotë se edhe një herë mos të gjikojmë mbas asaj që ne e vërejmë se pjella nuk e ka në rregull. Pjella shifë se është në rregull apo jo në periudhën pasi të çlirohen gjitha qelitë dhe mbretëresha dhe të linde domethënë gjenerata tash çka është. Muajin tjetër ose pas 2 muajve shifë se sa është cilësore mbretëresha. Kjo jo vetëm këtë rast Lil që e pam, po mund ka ndodhur shpesh herë kolonia, domethënë ka ndodhur kjo gjendje identike dhe ka menduar se nuk bën mbretëresha. Po kur ka gjenerata tjetër se kur a liru pak kosherja, e ki pas se mbretëresha e ka bën domethënë pjellën në mënyrë perfekte, e ka qëndis. Pjesa tjetër që po në këtë koshere ishte domethënë nektari shumt, kishin sjell mjaftueshëm nektar. Nuk e kishin mbyll ende gjitha kornizat 100% për arsye se nektari këtë javë është ndal, Halil, me sa e diunë nuk pat më nektar, domethënë ajo hovi u ndal. Po ne ende kemi kohë, do të presim deri nga data 10 ose 15 korrekt, sepse ende është arat për ta nxjerr mjaltin. Çka nëse nuk e velosin deri në atë datë që e përmenda, i marrim dhe i shkundim kornizën pak, nëse nuk pikon, atëherë mjalti është i gatshëm për vjelve sepse është largu e gjithë lagështia nga mjalti. Ne aty pam se edhe ju vetë ishit dëshmitar që nuk vrejtëm asnjë çibuk, domethënë të mbretëresha nga se ashtu siç e tha, ne kemi intervenuar me kohë që mos ta lejojmë që të shkojë domethënë kjo koloni në instinkt të rojitjes. Prandaj ajo ishte një mbretëresh shumë cilësore dhe ishte një mbretëresh e cila ka ditë mirë se si ta menaxhoj domethënë punën e mjaltit. Edhe pse nuk kishte diafragm, ju e paq se edhe pse nuk kishte diafragm, nuk kemi vendosur se ka pas fytyrë të mëdha. Gjithë mjaltin e ka koncentruar në katin e ditë. Vetëm një kornizë kemi pas në mes, atë që e pa. Po, kështu që është shumë një mbretëreshe e cila di ta menaxhoje koloninë e vet. Atëherë pajtim
Unë Alil për fund e kisha cek edhe te puna e nukleuseve dhe së ndarjeve. Shpeshherë na ka ardhur pyetje, kemi ndarë mbretreshën me çibuk, s'ka pjellje, s'ka pjellje, s'ka pjellje. Domethënë bon merak. Por kur lajmërohet pas disa dite, kolonia filloi me lishu vesë. Në fakt mbretresha filloi me lishu vesë. Ju themi kështu të hapni një informacion shumë të saktë. Në momentin që i bani ndarje me çibuk, e keni largu çibukin, ai çibuk duhet linde. Që e dim se çdo çibuk lindet ditën e 16, varësisht nga cila ditë ka marrë vezën, sepse mund ta marrë në ditën e 3 dhe mund, domethënë, të lindë më herët. 16 janë pa, po për neve janë më herët. Për shkak të kohës, se vezës. Dhe mbretresha pasi të linde shkon dikon 3 deri në 6 ditë derisa të dalin në fekondim, sepse ajo më një herë sa të linde nuk del në fekondim, sepse duhet pjekat, domethënë kalojnë në fazën madhore. Pasi të kthehet nga fekondimi, thuhet teoretikisht 4 deri në 7 ditë nuk lëshon vezë, varësisht si ka shku procedura e fekondimit. Kështu që mos të ngutemi, sepse shumë shpesh vletarët ka lind mbretresha nuk po lëshon vezë, kanë kaluar 10 ditë. Pritet edhe 2 ditë tjera se do të kesh vezë, nëse është mbretresha prezent. Nëse është prezent mbretresha gjithmonë. Po. Zhvillimi i hofshëm dollave tek nukleuset, keni shansin të forconi nukleuset duke marrë korniza me pjellje nga kolonitë e forta në këtë kohë, në muaj qershor, për shkak se ushtria që e kemi për mjalt ajo përgatit që në muajin maj. Dhe pse ja nxjerrim një kornizë me pjellje të mbyllur, japim një nukleuse, e forcojmë, nuk prish punë fare te kolonitë e forta. Kështu që unë me dalë këto ishin disa informacione bazike, edhe pse ka shumë çka të flitet. Çka ka të flitet, mund të thojë dikush. Po ka sepse kemi mundësi të bëjmë eksperimente, mund të bëjmë ndarje të ndryshme. Më thonë, nuk ka fund bretaria, nuk ka fund raste që na vijnë pyetje, lloj pyetje ndryshme. Në muajin qershor më ndodhi kështu, më ndodhi ashtu. Ndodh raste kur në këtë muaj ju ngelen kolonia pa mbretresh. Është një muaj shumë, domethënë, delikat për arsye se në momentin që e kemi këtë koloni pa mbretresh, nuk kemi vezë, nuk kemi asgjë fare, shumë e kollajshme në momentin që hasim tek një koloni çibuk, e morim komplet kornizën, ja japim, presim derisa të linde dhe u sospuna me këtë koloni. Më thonë, është një muaj shumë që mund të manevrojmë. Po këto ishin pikat kryesore të cilat ju orientojnë për muajin qershor. Dhe mendoj që me kaq Alil ta mbyllim. Ja, s'e mbyll. Pse? Ja, nuk e mbyll. Duhet t'rregoj pse sulmojmë ftyrë. Mirë. Bleta sulmon në ftyrë njeriu për arsye se është pjesa e vetme në këtë rast e zbuluar tek ne. Dhe ne si qenie njerëzore lirojmë energji. Konkretisht lirojmë aroma nga goja dhe nga hunda. Ne dim se bleta nuhaqen e ka 100 herë më të fortë se njeriu. Dhe në momentin që ne lirojmë këtë momentin që po del kjo aroma nga goja dhe nga hundja, ajo e tërheq bletën. Po ashtu edhe syt, të cilët në stop domethënë shkëlqejnë tek bletët, ato tentojnë domethënë aty të bëjnë vërsulje dhe sepse e shohin si rrezik. Kjo është arsyeja domethënë. Paralizojnë armikun. Ta paralizojnë armikun, shumë saktë. Në fakt, na jemi armiq të bletës. Po, nëse ne mbulojmë komplet ftyrën, do të hasim se asnjë bletë nuk ka afrohet. Pse për shembull se nuk i kemi kakrat, nuk i kemi kat dur, nuk i kemi pse janë pjesë të cilat për momentin nuk po lirojnë asgjë. Dhe një këshill tjetër, kur punojnë te bletët, shumë bletar me hund frin shumë. Kjo është shqetësuese për vetes se ti liron aromë, po ashtu në momentin që e mban kornizën, kjo domethënë mund të japë shqetësim, sidomos te bletët agresive. Kjo është Alil përgjigje. Tash mund ta mbyllësh atëherë, të nderuar miq të kanalit ton, me kaq ne do e përfundojmë edhe këtë epizod për muajin qershor dhe duke ju lënë në kujdesin e krijuesit dhe në një brumbull. Duke ju lënë në kujdesin e krijuesit, po ashtu edhe në kënaqësinë e bletave tuaja, ne me kaq e përmbyllim dhe ju dëshirojmë sukses në kopshtet e juaja të bletarisë. Pajtim. Për fund, nëse keni kritik, nëse kemi harruar diçka, nëse mendoni se kemi gabuar diçka, është hapësira komenteve poshtë, lirisht vazhdoni pyetje, kritika, sugjerime, pse jo edhe lëvdrata. Për fund, nëse ju ka pëlqyer video dhe keni mësuar diçka të re, shpërndajeni ju mikut bletar dhe poshtë për neve është shumë e madhe nëse na jepni një like dhe abonohuni në kanalin ton duke shtyp butonin subscribe. Mirëmbëjtje dhe shihemi në episodin e radhës. Allah ju nderoft.
Amin inshallah. Shihemi. Shihemi. Ti brumbulli e pat. Shkoj, ha.